Porosia ardh nga Hakimi për djalin e tij. Hakimi porosit djalin e tij duke i thënë: "Kam kaluar, vizituar e takuar shumë njerëz dhe kam fituar 8 urtësi. 1. Kur të jesh në namaz, ruaje për kujdesur për zemrën tënde. 2. Kur të jesh në tubime, ruaje për kujdesur për gjuhën tënde. 3. Kur të jesh në shtëpi të dikujt, ruaje për kujdesur për shikimin tënd. 4. Kur të jesh para ushqimit, ruaje për kujdesur për barkun tënd. 2 gjëra mos i përmend asnjëherë. 5. Të këqijat që t'i bëjnë njerëzit. 6. Të mirat që ua bën njerëzit. 2 gjëra mos i harro kurrë. 7. Allahun e madhëruar. 8. Botën e amshuar, botën tjetër ahiret.